Ju lumt goja djem e knofshi gjithmonë. Zotri Agim është bashkë sonte me neve. Mbaje qëto. Hajde këtu të une. Pse bre Agim duhet juve politikanëve gjithmonë me marrë në shpim ju marë? Na të kemi ftu, ti erdhe ma vonë. Mu dasht me hup gjysën e programit për me armë të marrë të shpia. Mas pari faleminderit që më keni ftuar dhe ju përshëndes gjithë dhe ju të përgjët të të. Ashtë kënaqësi e veçantë që gjindome. Edhe pas me konë pak bavon, të arsjetohet, se me gjas ke qenë kryet detyrës. Por është problemi që një konë kohë pa kohë dhe ne mundu maksimumit të bëjmë që të vim sa ma shpet që është e mundar. Unë i falendrej për që ma keni po ftesën dhe ju përshëndes gjithëve dhe do t'jemi së bashku deri në kohën e fundit të mëngjesit sot. Kënaqësi, Zotri Agim. Kënaqësi që të kemi sonte, Zotri Agim, me neve bashkë këtu. Edhe pse unë pak me shaka e bëra këtë hyrjen e Agimit, se na gjithë e dim që një njeri si që është Agim Batiri, është gjithmonë në krye të detyrës dhe në shërbim të popullit, ndoshta edhe që kjo ka qenë arsye e vonesës së tij që ne edhe arsyetojmë, apo jo? E pse Agimi njihet si njeri i fjalës, po e tregon vetë prezenca e tij sonte këtu që e ka bërë të pamundurën me qenë prezent në këtë mbrëmje festive bashkë me neve. Faleminderit edhe një herë, Zotri Agim, mirë se erdhe.